Kjo pritet që të jetë fundjava e luleve. Bashkia e Vlorës do zhvilloj një sër aktivitetesh në kuadër edhe të 1 qershorit festës së fëmijëve, ndërsa zhvillohet edicioni 4 i festivalit të luleve në datat 30 dhe 31 maj, si dhe 1 qershor. Këto ditë të fundit të majit, Vlora gëzon një nga ngjarjet më të bukura të pranverës, festivalin e luleve, në edicionin e tij të 4. Qyteti dhe zona historike do të transformohen në një mozaik ngjyrash, aromash dhe dekorimesh artistike që festojnë natyrën dhe ftojnë të rritur e fëmijë të bëhen pjesë integrale e festës. Ky edicion sjell më shumë pjesëmarrës, surpriza, aktivitete kulturore dhe kënde fotografike për të gjithë vizitorët. Vlora duhet shijuar në këtë atmosferë të veçantë, ku çdo rrugë dhe cep është një ftesë për gëzim e art. Është kjo ftesa e Bashkisë së Vlorës, ndërsa aktiviteti do të çelet ditën e premte në 30 maj, ora 10:30 në qendrën historike në Vlorë. Eja dhe ti pikturo vazon tënde, argëtim tollumbace, animator, ndërsa në kuadër të këtyre aktiviteteve edhe 31 maj do të jetë një festë e veçantë. Në orën 19 në sheshin e Saatit në Muradije, Bashkia e Vlorës organizon një koncert ku të ftuar do të jenë këngëtarët Aleksandër dhe Renis Gjoka, si dhe DJ Silvi. Gjithçka në 31 maj në sheshin e Saatit në Muradije. Gjithsesi, Bashkia e Vlorës fton qytetarët e në veçanti fëmijët për të çelur festivalin e luleve në 30 maj, ora 10:30 në qendrën historike të Vlorës, pra ditën e premte.